Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkon në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Presidentja Vjosa Osmani shpalli dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Shkaku bë dështimi mbajtjes së seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në një konferencë për shtyp, Vjosa Osmani argumentoi përpara opinionit publik vendimin, duke deklaruar se kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj, por për të garantuar funksionimin e shtetit. Vjosa Osmani kujtoi deputetëve se kanë patur 23 ditë kohë për të përmbushur detyrimet për zgjedhjen e kreut të Republikës. Përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Osmani është e bindur se asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Lëvizja vetëvendosi është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim mbi seancën e kuvendit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Kryetaria e kuvendit Kosovës, Albulena Axhiu, shkruan se kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së kreut të shtetit. Për këtë çështje ajo deklaroi se ka njoftuar dhe presidenten Vjosa Osmani. Në mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e Republikës, në kushtet ku në seancë ishin të pranishëm vetëm 66 deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu mbylli seancën deri në momentin që do të plotësohej kuorumi për votimin me 2/3 e deputetëve. 66 deputet, me këtë rast nuk ka quorum për të vazhduar më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë i bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve. Merret vetëvendosi ofroi 2 kandidatet e saj për zgjedhjen e kreut të shtetit. Shefja i grupit parlamentar të vetëvendosjes Arberia Nagafsi përpara deputetëve të shumicës paraqiti kandidatin e parë të kësaj partie, Glau Konjusën, ndërsa në sallë mungonte opozita. Kam nderin e veçantë që sot para jush të prezantoj kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për President të Republikës së Kosovës, zotin Glau Konjusë. Kandidati i dytë nga vetëvendosja u ofrua nga deputeti Artan Abrashi. Ai prezantoi deputeten Fatmire Mulhaxha Kolçaku për funksionin e kreut të shtetit. Konform rregullave kushtetuese dhe ligjore, sot para jush prezantoj ekspozem i kandidatës së radhës, doktoreshës Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Fatmire Mulhaxha Kolçaku, e lindur me 26 gusht 1966 në Pej, është doktoresh dhe specialiste e epidemiologjisë. Ka vjuar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për Rindërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Opozita ishte vendosur për të mos marrë pjesë në seancë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se pret shpërndarjen e kuvendit. Kosova po futet drejt një procesi të rizgjallor në orën 12 mes natës, dhe ka pret dekretin për shpërbërjen e kuvendit dhe sa më parë dhe konsultimet për saktimin e datës së zgjedhjeve. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë përpjekje për të bërë marrëveshje politike, por dhe për gjetur një konsensus të gjerë. Abdigjiku kujtoi se LDK ka mbajtur komunikime me të gjitha partitë, ka dhënë zgjidhje, ka dhënë alternativa dhe ka pasur gatishmëri të plotë për konsensus. Abdigjiku kujtoi se kjo gatishmëri nuk është përputhur me ambincet e palëve të tjera. Ne kemi qenë në pozicion të ofrimit edhe të marrëveshjes politike, e cila është refuzuar, edhe të gatshëm për konsensus, po s'na është ofruar asnjë emër asnjëherë. LDK s'ka refuzuar asnjë emër. Prandaj kjo është e vërteta, dhe me këtë vërtet kemi pasur paraqitje publike, kemi parë deri më tani, por jam konsideruar që votat e LDK-s janë të mjaftueshme, është kërkuar më tepër, ne kaq kemi pas vota, kaq ka qenë mbështetja qytetare për LDK. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, e vlerësoi si improvizim seancën e jashtëzakonshme e thirrur për shqyrtimin e amendamente kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës. Tahiri deklaroi se ndryshimet kushtetuese nuk mund të ndodhin brenda natës. Sipas tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk bëhet pjesë e spektakleve. Krejt çka ka ndodhur sot është një improvizim politik
përçu gjoja se një porosi që po dojmë me zgjedh presidentin, e në fakt qytetarët e Kosovës e presin vetëm një vendim. Vendimin i cili ose do ta zgjedh presidentin konsensual që nuk po ndodh, ose vendimin për shpalljen e zgjedhjeve. Andaj, veprimi ynë politik ka qenë veprim përçu sot një porosi tek qytetarët e Kosovës që Alianca për Armërinë e Kosovës nuk bjen prej dhe as nuk bëhet pjesë dhe kur nuk do të jetë në një pozicion ku flitet për fatin e institucioneve Kosovës, ku flitet për rregullin kushtetues, ku flitet për aspektet ligjore dhe juridike, vetëm sa për të bërë edhe një spektakël publik. Aktualitet. Kosova merr masat për të parandaluar rritjen e çmimeve të karburanteve. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari, nënshkroi vendimin për caktimin e çmimeve të derivateve. Sipas njoftimit të Ministrisë në Kosovë, marzhet tregtare maksimale të lejuara në shitjen me shumicë janë deri në 2 cent për litër, ndërsa në shitjen me pakicë deri në 12 euro cent për litër. Vendimi vjen pas mbikëqyrjes së vazhdueshme të tregut të naftës, analizimit të evidencave ditore nga dogana e Kosovës dhe raporteve të Inspektoriatit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, ku është konstatuar se rritjet e çmimeve nga importi janë reflektuar mirë në çmimet e shitjes. Për shkallëzim i konfliktit në Iran, pasojë me rritjen e çmimit të naftës në Kosovë. Kryetari i naftëtarëve të Kosovës, Fadil Beriani, deklaroi se ka një rritje të çmimit të naftës me rreth 6%, nga 1,18 euro. Çmimi është rritur deri në 1,25 euro. Në njoftimin zyrtar thuhet se situata gjeopolitike në lidhjen e mesme po ndikon drejt për drejt tregjet e naftës. Rritja e tensioneve dhe rreziku për ndërprerje në prodhim apo transport po shtojnë pas sigurinë e furnizimit global, duke shtyrë çmimet e naftës më lart. Vëmendja është veçanërisht tek ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të kalimit të naftës në botë, thuhet në reagimin e shoqatës së naftëtarëve në Kosovë. Sipas kësaj deklarate, çdo problem në ngushticën e Hormuzit reflektohet më njëherë në tregje dhe zakonisht përkthehet në koste më të larta të karburantit për konsumatorët. Ambasada e Republikës Kosovës në Riyadh njofton krijimin e një korridori lëvizje për kthimin e të gjithë shtetasve të huaj në vendet e origjinës. Referuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite thuhet se autoritetet saudite presin nga vendet e origjinës të dorëzojnë një listë me emrat e qytetarëve, të dhënat e pasaportave dhe destinacionet të udhëtimit të tyre, përfshirë vende nga vinë, si Kuvaiti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani. Kjo procedurë synon që shtetasit në fjalë të pajisen me vizë saudite për hyrje emergjente në këtë vend, në mënyrë që të mundësohet tranziti dhe kthimi i tyre në vendet përkatëse. Ambasada e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që ndodhen në këto vende dhe kanë nevojë për asistencë të kontaktojnë përfaqësinë diplomatike për procedurat më teshme. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelar Zveçla, dënon kërcënimet që vijnë nga ish drejtori i Shërbimit Inteligjencë serb, Aleksandar Vulin. Në intervistë televizive, Vuli kërkoi që Serbia të veprojë në Kosovë, ashtu sikurse ka vepruar Shërbimi Inteligjent Izraelit në Iran. Kjo deklaratë përbën një precedent të rrezikshëm dhe një kërcënim të drejtë për drejtë ndaj Republikës Kosovës dhe kryeministrit të saj Albin Kurti, deklaroi Xhelar Zveçla. Sipas tij, përpjekjet e Rusisë dhe Serbisë për destabilizimin e rajonit duhet të kenë vëmendjen e plotë të faktorëve të rëndësishëm ndërkombëtar. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës Kosovës dënoi incidentet e ndodhura në ambientet e jashtme të ambasadës Kosovës në Berlin. Në to vendosën etiketa fyese me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe mbi pllakatin identifikues të objektit. Sipas njoftimit zyrtar, mbi shkrimet përmbanin slogane nacionaliste dhe luftënxitëse, duke përfshirë mesazhe si nuk ka dorëzim, Kosova është Serbi dhe thirrje të tjera propagandistike dhe përçarëse. Tirana zyrtare vijon përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit politik me Prishtinën. Kryetari i Kuvendit i Shqipërisë Niko Peleshi, pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Albulin Axhiu, theksoi nevojën për më shumë shkëmbime mes komisioneve parlamentare, grupeve të deputetëve, administratave të dy kuvende, si dhe për parafrimin e legjislacionit në funksion të integrimit evropian. Peleshi përshëndeti edhe rezolutën në mbështetje të ish drejtuesve të OÇK-s që po gjykohen në Hag, duke theksuar rëndësinë e një procesi të drejtë dhe të panshëm. Ndërsa në takimin me kryeministrin Albin Kurti, fokusi ishte tek thellimi i bashkëpunimit dypalësh në ekonomi, politik dhe koordinim rajonal. Me presidenten Vjosa Osmani u diskutua për pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës dhe përpjekjet për njohje të reja dhe anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe rajonale. Peleshi rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë në këto procese, si dhe për synimin e Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.